Murat Bilges, në mënyrë të dy anshme, palët u pajtuan që Murat Bilge të largohet në vend të tij, pra skuadrën do të udhëheqë Albert Sulejmani, i cili vitin e kaluar pra i solli një trofe Sigal Prishtinës, atë të Ligës Ballkanike, pas asaj finale fenomenale në Çipër. As pak të lehtë, Mallbashiçi lufton atje me Kopsin dhe topi i parë shkon për Bashkimin. Bunjaku përballë ka Tarantin. Zeqiri, Mallbashiç del atje për të ndihmuar, tentimi i Lejzonit, i shkurtër Dante Clark kundër sulmi shpejt për Mallbashiçin, një pasim jo shumë i sakt atje, megjithatë e kontrollon Mallbashiçi, dhe porton për në atje Rashid Mallbashiç, një lob pasim atje mbi mbrojtjen e Bashkimit për 2-0. Por si fillestare për Prishtinasit. Kops mbi Mallbashiçin, mbyllje e mire Janjevës dhe Mallbashiçit. Tarant, tentative të muar atje, Rugova lufton me Zeqirin. Dy ish bashkëlojtar, edhe njëherë Mallbashiçi atje me Kopsin. Dhe Janjeva në kënda tentimi Janjevës, mbyllje mirë nga Smith dhe Bunjaku. Smith e ka dorën shumë të butë, Smith dhe ditë të qëlloj për treshe nga distanca. Mbyllje e mire Tarantit dhe Rugovës në mbrojtje, mbyllën atë koridorin e depërtimit, edhe 8 sekonda për këtë sul. Mbrojtje e mire e Prishtinasve tani. Edhe njëherë tentim i pas sukseshëm, tentimi tret nga loja i pas sukseshëm, Riki Tarant bukur nga koshi në kort, Epperton realizon, do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë 4-0. Këto 96 sekondat e para, bukur lëvizje mashtruese atje, një driblim i kryqëzum i Tarantit, cili do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Për ndryshe, ka një efikasitet prej 70%. Nga via penaleve Tarant, realizon herën e parë për e përsim prej 5-0. Ende nuk ka pikë për skuadrën lidere të Superligës. Ju rikujtoj se njëkohësisht në Karagaq po zhvillohet edhe ndeshja tjetër jashtëzakonisht e rëndësishme, Pea Trepça, Pea për të përforcuar edhe definitivisht pozitën e 4. Opa, dhe atje lanson dhe qëllon, me të vërtet një prej përforcimeve të huaja më të mira në ligë si vjet në përgjithësi, Dirk Williams për 5-3, me të parën tentimi parë për 3 pikë dhe realizon Williams. E 4 nga loja, e para për 3 pikë dhe realizon Clark atje mbi Williamsin. Do të jetë interesant dueli mes këtyre dy lojtarëve. Dante Clark, i cili u kthye në Prishtinë pas edicionit e kaluar, 195 cm është Dante Clark, 195 cm edhe Dirk Williams, i cili lansoi dhe qëlloi treshën. Një gjatësie janë, opa, dhe ja tani me 2 treshe, dum Bashkimi. William Smith dhe e përsia për më pak se 30 sekonda, 2 treshe të një pas njëshme për e përsinë e parë të Bashkimit. Tarant për Clarkun, i cili depërton, nuk realizon. Rugova lufton atje me Lejson Zeqirin. Lejsoni ka luajtur i fundit me këtë top. Sume do të jetë për Prishtinën. Gjenderit e përzimi aty i Dirk Williamsit dhe një mismatch të lojtarët ndrimi gabueshëm, tentoi ta pasoj topin për funi Mallbashiçi, gaboi në pasim. Williams në anën tjetër e ka Smithin, u vonua pak me pasim. Smith megjithatë vendos gjuan, kuqe e madhe e Smithit Clark.
në rolin e playmakerit tani Malbashic. Dalet në mënyrë të palejuar nga Eric Kopsi. Është kjo personalja e pare Eric Kopsit. Jo, fani e dyta. E dyta e Eric Kopsit dhe e dyta e Bashkimit. Shumë shpejt. Kopsi shkaktoi 2 faula. Tarant atje e shfrytëzon faktin se Kopsi ka 2 personale dhe e kërkon kontaktin pikërisht me te, duke shkuar në drejtim të tij edhe kërkuar personalin e tretë të tij, dhe edhe u ndal atje Kopsi. Ishte i vëmendshëm mos shkakton edhe faulin e tretë për më pak se 4 minuta lojë. Malbashici, ja, tani edhe Malbashici garkimin e shpejt të Eric Kopsit me personale, natyrisht trajneri Jankovic do të reagoj, duke inkuadruar në lojë Samir Zekici në vend të Eric Kopsit. Williams, blokimiri Lejsonit, Kops nuk gjuan për 3, afrohet për 2, tenton nuk realizon, mirë po më i larti në kërcim është Smith, për mrekulli atje, e kontrollon dhe realizon për 8-7. Tarant tenton e futi veten aty në situat pa dalje, rrugë një kashë lirësh mund të themi, e komplikoj, sa bukur atje Kopse pa, por Smith nuk e shfrytëzoi, edhe njëherë, 7 sekonda për këtë sulm, Smith dhe Rugova, fauli Fisnikut. Lutet fauli anash, ka 2 faula i kanë të dyja skuadrat. Te Prishtina, Tarant dhe Rugova, ndërsa te Bashkimi të 2 personalet i ka shkaktuar Eric Kops. Qendra e cila me 29 janari mushi 32 vjet. E njohim se vitin e kaluar ka luajtur te Bashkimi. Ndërsa pas Bashkimit shkoj në Izrael, mirë po për shkak të luftës dhe situatës atje vendosi që të kthehet në Kosovë tek Bashkimi. Eric Kops dhe aktualisht Kopsi po luan me një mesatare prej 10 pikëve dhe 5 kërcimeve te Bashkimi. Sa bukur Dekan Rejt depërtoi, nuk realizoi. Malbashic me kërcim në sulm, por edhe ai e huqi Smith. Bukur Smith, slalom bon, deri në fund shkon dhe realizon, por e përsin më të lartë, më të thellë të Bashkimit prej 3 pikëve, 17-10. Bëhet gati për të inkuadruar në lojë. Wendell Green, playmakeri 22 vjeçar, 180 cm i gjatë. Wendell Green, i cili erdhi në Kosovë nga Islanda, nga skuadra Keflavik, me të cilën edhe të orfitoj kupën e Islandës, pikërisht ky djalosh, i cili është në mesin e lojtarëve më të mirë të skuadrës, me një mesatare prej 14 pikëve dhe 5 asistimeve. Lejson Zeqiri, bukur aty çfarë kundërsulmi i shpejt, Tarant pran Greenit, bukur atje, i shmangët, dalët në ajër atje, e pin një kafe dhe realizon, shikoni, dalët në ajër, realizon pran në Wendell Greenit për 19-10. Green, bloki Zekishit, Williams, sa bukur Williams me them atje, gabon në pasim dhe personale jo sportive e Smithit. Kërkon sfidë atje. Referi Gadim Shabani. I tregon se vendimi është i drejtë dhe nëse dëshiron mundesh me kërku sfidën. Ja shpjegon atje
Vadim Shabani pse ishte faul jo sportiv trajnerit Sasha Jankovic. Megjithatë, Jankovic insiston që situata të rishikohet, plus regjim që ta rishikojmë. Betët vendimi për faul jo sportiv edhe pas rishikimit Lek Andrej. Herën e parë I pasak nga vija gjuajtjeve të lira. 57% të efikasitetit ka Danieli Sivjet në Super League në 22 ndeshjet e zhvilluara deri tash. Herën e dytë realizon për të barazuar rezultatin në 10-10. 3-4-5 deri në fund të qereku të parë. Duelit Sigal Prishtina Bashkimi, Shoshaj është inkuadruar në lojë për herë të parë në kontaktin e parë, në tentimin e parë. Realizon, tani kemi një mini seri prej 6-0 të Prishtinës. Pasaj treshe, Green ka bon atje. Kundërsur një shpejt Davis për Clarkun. Shënimi pranohet. Lojtari me numër 5 Dirk Williams ka shkaktuar personale ndaj peshës Prishtinës, Donte Clarkut. Smith I cili e blokoi atë top, ndërsa ishte në trajektore të rënjës. Ja mundsoi Donte Clarkut 2 pikë të para, plus edhe këtë gjuajtje të lirë. Betët rezultati 15-10, ka një seri prej 8-0, pas të cilës pra Prishtina si të rikthejnë atë përsin maksimale të fillimit, pas asaj serie startuese 5-0 në fillim. Wendell Green jep dorën atje, jashtë dorën Daniel Lekëndre, shkaktoi faul. Depërtimi bukur atje I Greenit, mirë po në mesin e 3 gjigantëve, pati vështirë të depërton deri në fund. Wendell Green do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, është një prej ekzekutuesve më të mirë të Bashkimi me 85% të efikasitetit nga vija gjuajtjeve të lira. Realizon për të afru në 15-11 Gjoshen Zakor. Do të inkuadrohet në lojë Aloqendra 204 cm, 28 vjeçari I cili Kosovë erdhi nga Superliga e Britanisë së Madhe. Po më mirë me thonë Mbretërisë së Bashkuar. Davis atje në thellësi ke Rashid Mahal Bashiqi, gaboj. Mahal Bashiq largohet pas 4 pikëve dhe një kërcime, një asistimi. Luajti 7 minuta e gjysmë. Arkin Morina gjithashtu kapiteni në lojë. Pick and roll me Zekicin. Betët I vetmuar, spati rrugdalje tjetër, atje Shoshaj ndjekët nga Green. Dhe knok, Green atë tentojnë nga prapa mirë, po e lanë të vetmuar atje. Jordan Davisin pambi këqyrje, deportoi për mrekulli, ka vija fundore për të realizu për 17-11, eta 7+6 pikë. Janë e përsia më e thellë. Të menduar atje trajneri Jankovic, vendimsi I tij Bledar Gjeshaj, ikona e klubit basketbollistik Bashkimi, njeriu I cili ka fituar kupën e vitit 2001 me Bashkimin. T'ju them edhe njerë, pra është kjo ndeshja e 4 midis këtyre 2 skuadrave si vjetë në Super League.
Bashkimi fitoi në Sezaj Suroj me 6 tetor, në kuadër Gjiros 6 me 13 pike përsi 93-80, me 21 dhjetor në kuadër të Gjiros 13, këtu në Prishtinë, një tjetër fitore dyshifrore, 73-83, pra 10 pike përsi, e fitoren e vetë me si vjetë Sigal Prishtina realizoi në Sezaj Suroj me 2 shkurt, para 2 muaj e 1 dite, 77 me 71, 6 pike përsi, pra shikuar në total 23 pik dalim ishte në fitoret e Bashkimit, 6 të Sigal Prishtinës, andaj Bashkimi ka 17 pik për parësi ndaj Sigal Prishtinës, në rast se sonte fiton Prishtina, për të pas për parësi ndaj Bashkimit, duhet të fitojmë me më shumë se 17 pik. Mbrojtje e mirë atje Clarkut ndaj Williamsit, edhe Lekandreja atje me Leson Zeqirin. Tin Morina ish mangët presionit, ka bon atje në pasim. Unis Green dhe unë dalë topi humbur për Altinin. Treneri Janković atje e përkra, e mbështet. I thot në regull është ecim tutje. Shoshaj bën blok atje në Zakorit, në gjysmë distancë Zakori pasak, Williams më i larti në kërcim. Jordan Davis shkakton personale. Jordan Davis përndryshe ka në shtetësi të dy fisht, Amerikanë dhe Azerbejxhanës e ka luajt, sa bukur atje Altin Morina, për shkak të kacavarjes në kosh, topi i takon skuadrës Prishtinës. Është për Jordan Davisin, a i erdhi Kosovë nga ekipi elitës greke, Promiteas Patras, ku trener është selektori i Zvicës, Pavel Jodoru. Humb të top Williams, i dekoncentruar. Shumë topa të humbur të Bashkimit në fillim dhe tani Valion Bunjaku përgatitet për të kthyer në lojë. Topi 5 i humbur i Bashkimit në çerekun e parë. Largohet Wendell Green, përsëri jalë vendin Bunjakut. Davis përballë ka Williamson. 1-1 luajnë Davis dhe Williams. Bukur atje për mrekullim, mbrojtje e mirë e Kopsit, mirë, po lufton Lekandreaj, lufton edhe në Zakor, në fund triumfon Kops. Bunjaku i shmangët presingut, Williams i hatashëm është me të vërtet e ka një arsenal të madh të mashtrimeve, lëvizjeve mashtruese, fintave. Sonal shkoj atje, Erik Kops për mrekulli, kërcen në sulm dhe realizon 17 me 13. Zakor, javje topin. Altin Morina kundër sulmi shpejt, Leson Zeqiri, mirë po ja kthen anën tjetër edhe Fatlin Shoshaj. Të vëmendshëm fundorët edhe i Bashkimit edhe i Prishtinës. Dhe mishtë atje Altin Morina e vodhi atop, e më pas u revanshua Shoshaj. Zeqiri, kur mendoj se e kreu punën, nga prapa erdhi Fatlindi. Dhe si thojnë, ja hoqi topin nga goja, koshin nga goja. 33 sekunda deri në fund. Altin Morina, bukur me lëvizje mashtruese atje, e tërhoqi prapa Mahal Bashiqin, lansoj dhe treshën e qëlloj për 17 me 16. Lekandreaj, ka bon atje, me gjithate e përmirëson Davis, eshe Mahal Bashiqin. Bukur e mbledh mbrojtjen Mahal Bashiqi, i mundson këtë tentim Shoshajt i pas suksesshëm kundër sulmi shpejt. Altin Morina,
në qintën e fundit dhe treshja, më duket se treshja është në rregull, pavarësisht se janë duke protestuar, më duket se treshja ishte në rregull, ta shohim. Do ta rishikojmë edhe një herë kur të vinë referët. Apo ndoshta edhe jo. Elios Regjin edhe një herë. Jo, treshja nuk numrohet, sepse Zeqiri kishte mbetur me top në dorë. Pra, rezultati mbetet 17 me 16, një pikë përsi për vendasit pas 10 minutave të para. Dominimi Sigal Prishtinës në kërcime 16 me 11, edhe në asistime 2 me 1. Kësaj përket dominimit në shënimin e pikëve, Prishtina është më e mirë në kundër sulme, 8 me 2, dhe sidomos në numrin e pikëve të realizuara në brendi të zonës së lyer, asaj zonës së kaltër drejt kantshit, 12 me 6, e këtë bashkimi e ka kompenzuar me treshe, duke realizuar 3 treshe nga 7 tentime, nga se saj përket Sigal Prishtinës, pra ajo ka vetëm një treshe të realizuar atë të Fatin Shoshet nga 3 tentime. Tek Sigal Prishtina, lojtarët më efikas pas 10 minutave të para janë Ricky Tarrant me 5 pikë, Mahal Bashiqi me 4 dhe Shoshaj me atë treshen e tij. Në anën tjetër me 7 pikë të realizuara Max Smith, cili ka dhe 3 kërcime, është lojtari kryesor i portokallinëve, të cilët patën minus prej 6 pikëve. Përsia më e lartë e Prishtinës ishte plus 6, atë majt me 11 mirë, po pasoj ajo seria fillimisht e Kopsit me atë 2 pikëshe, më pas edhe Altin Marina për mrekulli atje mbi Mahal Bashiqin, lansoj dhe qëlloj treshën për të afruar rezultatin në vetëm një pikë për sëri. Aktualisht në Karagaq, Trepqa është duke udhëhequr me rezultat 34 me 31 ndaj Pes. Një lojë e ngushtë edhe atje, me të vërtet e thash edhe në fillim, tentim për 3 pikë i pas suksesshëm. Davis më i larti në kërcim, lufton atje, nga trapa erdhi Dirk Williams dhe e fauloj. Alo fundori amerikani Dirk Williams. Është interesant të themi se ka një karrierë jashtëzakonisht pasur. Dirk Williams, 30 vjeçar, ka luajtur në Izrael, në Francë, në elitën franceze, në Britani të Madhe, Hungari. Karakteristike e tij është se kudo që ka luajtur ka pasur mesatare mbi 15 pikë për ndeshje. Një gjë të tillë Dirk Williams është duke bërë edhe në Kosovë, sepse ka mesatare prej 15 presje 5 pikëve, 5 kërcime, 3 asistime. Shënim atje për 18 me 16. Një nga 2 gjuajtjet e lira të realizuara. Në hapën ndjek Shoshaj Bunjakun, Williams dhe Davis. Tani i vetmuar Zeqiri tenton, nuk realizon mirë, po edhe një herë më i larti në kërcim Williams. Altin Marina kësaj radhe nga këndi atje tenton anash, foul nga Williamsit. Rashid Mahal Bashiqi, qendra 211 cm, veterani 35 vjeçar, ka lindur në Sloveni në Jesenice me prardhje bosnjak, por ka edhe në shtetësi austriake dhe e përfaqëson Austrinë. Një emër i cili njihet edhe në Euroleague, para 3 viteve ishte antar i Monakos në Euroleague, ndërsa
Smith, 5 pare nuk jep kush është antari Euroligës. Patëm atje një situatë ku Daniel Lekëndrejt i doli krahu nga vendi, gajti atje Albert Sulimani, cili është edhe profesori edukatës fizike, dhe e din se kur del krahu nga vendi, duhet të reagohet, ja kjo është ajo, e Lejson Zeqiri nuk përplas edhe Lejsoni, ja, doli nga krahu, mirë po e ktheu vetë Danieli krahun, kjo është e dhimbshme, faulli Altin Morinës, ndaj Davisit. Mahal Bashish atje, është të vetmuar Janjevën, Zakor, Brendi, tani Mahal Bashish 3 sekonda, Shoshaj, mbrojtje e mirë, Mahal Bashish në sekondën e fundit, Nevri Kosit. Mahal Bashishi kërkojnë ndrimin e Fatlind Shoshajt atje, se nuk po mundet me lujt me to, pasi që po e mban topin i vetmuar dhe nuk po luan për ekip, është duke qitë skuadrën nga funksioni. Ate u ankua Mahal Bashishi, më i lartë në kërcim Kops, shpejt lëviz topi, Altin Morina depërton për mrekullia atje, edhe pse ai e huq në anën tjetër, e përmirëson Eric Kops, 18 me 21. Depërton Davis, bukur atje edhe një herë Jordan Davis, pram vis fundore, është kjo hera e dytë që po ikë Altinit, pram vis fundore Davisi, dhe po realizon Smith, dhe vërtet është momentalisht violina e parë e bashkimit, gabon atje Altin Morina në thellësi për Opala, LA Hoop me Valon Bunjakun, 20 me 23. E po shofim tani në topat e humbur, 3 topat e humbur Ekspres, 5 në total të Sigal Prishtinës, natyrisht me njëherë reagon Albert Sulejmani, 20 me 23. Max Smith, playmakeri Amerikan, i cili përvojën e parë evropiane e pati në elitën Macedonase tek skuadra Euroniklit. Erdhe në Kosovë, bashkimi, dhe aktualisht Max Smith është një prej lojtarëve kryesor të skuadrës me 13 pikë, 4/5 kërcime dhe 3/5 asistime, ndërsa sonte deri tash në këto 13 minutat e zhvilluara është lideri i skuadrës me 10 pikë e 3 kërcime. Ka një efikasitet gati perfekt, të 2 tentimet për 2 piki realizoj, nga 3 tentime për treshe, 2 e gjetën cakun. Edhe njerë Altin Morina atje, kësaj radhe e vjet e top, driblon atje në vend se të pasoj, gaboj, i vjen topi prapa Valon Bunjaku, Davis e kap të top dhe është faulli Lejson Zeqirit, e pranon Lejsoni me një herë, ka godit atje Davisin në dorë, Nevri Kosit pak. Lejsoni, atë lëvizjen e tij do të rikthehet në lojë Dante Clark, nga loja largohet Jordan Davis, Janjeva.
mbrojtje e mirë e Bashkimit në këto qaste. Mahal Bashic, lëvizje mashtruese e tij, 2 fishot nga ana e kundërt të tabelës me përvojën e tij. Një piruete e Mahal Bashicit për të afruar rezultatin në 22-23. Një mini seri prej 0-4, prej 4-0 në fakt. Tentimi Artin Morinës për 3 pikë. Përmirësohet nga Erik Kopsi. Dy gjuajtje të lira do t'i ketë Erik Kops, qendra e Bashkimit, 4 pike, 3 kërcime. Po i bën balla atje treshës qendrave Prishtinase, Mahal Bashicit, Rugovës dhe Gjoshën Zakorit, i vetmuar po lufton në qendër Erik Kops onte. E pam që Gjivoj McInnes është me skuadër, mirë po vështirë se do të angazhohet në lojë, kush e din, sepse parashikimi është se Gjivoj McInnes tek pas 2 jave mund të kthehet në lojë. Mund mos të jetë edhe informat 100% e saktë, të shohim atje. Valjo Munjaku shkakton faul ndaj Ricky Tarantit, apo jo, Lejsoni gjatë tentimit për ta thyer bllokun atje Ricky Tarant u ndesh me Lejsonin, i cili largohet. Deri tash një kërcim, një asistim, një top i vjedhur dhe një personale nga Seqiri, nuk pati pikë të tij. 3 tentimet e tij nga loja në cakun e natën. Ricky Tarant realizon për të afruar rezultatin në 24-25. Smith, bloki Samirit, pick and pop atje. Bunjaku për Max Smithin, edhe 5 sekonda i vetmuar nga pozita prej cilës Hajdi të realizon dhe e bën këtë treshja e trete Max Smithit nga 4 tentime, 13 pikë të tij. Për 25-28, blokade Erik Kopsit, për cilën referët vendosën se është personale, atje Tarant me Bunjakun. Tarant e kemi pa që është shumë komunikativ, komunikoj atje edhe me Don Poloshkën gjatë asaj finalës, vllazënimi Bashkimi. Mahal Bashic i sakt në tentimin e tij të parë. Ka të bëj me personale atje. Tare me numër 7, Fisnik Rugova, ka shkaktuar personale. Erik Kops do të largohet nga parketi. Pardon, falni, jo Fisnik Rugova, po Erik Kops është ai i cili ka shkaktuar faul, kërkon ndjesë dhe kjo është personalja e tretë e Erik Kopsit, andaj edhe u desh që të largohet. Në minutin e 15 u ngarkua me 3 personale, qendra vetme klasike e Bashkimit, që deri tash ka realizuar 6 pike, 4 kërcime, ngarkohet me personale, realizon edhe herën e dytë për 27-28.
Rashid Mahalbashiqi. Të dy gjuajtjet e lira i qëllon qendra Prishtinase. Ka afruar rezultatin në vetëm 1 pikë, 8 pikë të Mahalbashiqit deri tash. Saj ka edhe Ricky Tarrant, pra këta dy 16 nga 27 pikët. Do ta rishikojmë edhe një herë këtë situatë. Pra në pyetje ishte koha e sulmit, 5 minuta deri në fund duhet të jenë dhe 14 sekonda për sulmin e Bashkimit. Zekiqi sa bukur e vjedh atje topin Clark, mirë po, edhe bon vetëm jashtë vizë fundore, mbetet 27 me 28. Green do të largohet nga loja. Rikthehet Greeni, i cili sonte startoi si rezervist. Vetëm 1 pikë e tij. Anën tjetër, s'ka problem, edhe nëse Green nuk shënon, aty është Max Smith, i cili po bombardon, pika e tij e 15, 100% efikas për dyshe, 3-3, çfarë blokada atje, faul ishte, sipas referve Green, cili ndali në mënyrë të paliuar Ricky Tarrantin, të shohim, po, e tërhoqi për Fanella atje, mire pa në referët, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Tarrantin, dërsa Max Smith me 15 pikë të tij, fenomenal, perfekt është për dyshe, 3-3. Dhe për treshe 4-3, po thuja çka do që ka gjujt, ka shënu. Playmakeri Amerikan, anën tjetër edhe Ricky Tarrant, nuk ja lë huq, 29 me 30. 4 minuta e gjysmë deri në fund të pjesës së parë. Williams, bukur atje, e sheh hapësinën e krijuar, distancën e krijuar nga Mahalbashiqi, është i pasak. Sa mirë, aj, Dante Clark, krejt i bëri mirë në fund, e knaqi krejt, kurse në anën tjetër, pa kompliku fare atje, Lejson Zeqiri, pa shku me ngulitë në mënyrë atraktive, e dërgon topin thjesht, ja se si bëhet, i thot atje, faulli Janjevës ndaj Lejsonit. 29 me 32. Herën e tretë nga vijagjuajtjeve të lira, Lejsoni sonte është i pasak, i huqit e 3 gjuajtjet e lira. Dërsa ati asistimin e Mahalbashiqit, Fisnik Rugova nuk e shon huq, e afron rezultatin në 31 me 32, me të vërtet loj e ngusht nga fillimi. Personale e Dante Clarkut, është kjo personalja e dytë e Dante Clarkut. E përsia maj lartë e Prishtinës ishte 6 pikë, 7 majt me 11, dërsa Bashkimi në 2 raste patje përsi maksimale prej 3 pikëve, me të vërtet shumë
ngusht dhe afër, tentim për 3 pikë, nuk qëllon atje Max Smith kësaj radhe. Tarrant për Rugovën. Duvull pas atje në styre, Mahal Bashiqi dhe Zekiqi, njëri me tjetrin. Mbrojtje e mire Jetmirit, i cili bukur atje e vodhi këtë top, bëri edhe blok, vrapoj i bëri blokun Greenit dhe ja mundsoi shënimin e lehtë për 34 me 31. Janjeva tenton, nuk realizon, por Mahal Bashiqi edhe njëherë nga ana e kundërt e afron rezultatin në 33 me 34. Sa po shkon Bashkimi në 3, po del Mahal Bashiqi me shënimet e tij nga ana e kundërt e tabelës. E tani shënimi duhet të pranohet. Po. Wendell Green për mrekulli, jo dhe hiç mos të befasohet Tarranti, sepse ishte në aksion e sipër, ishte nis në aksion. Aksioni vazhdueshëm. 33 me 36. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë për Wendell Greenin. Pikë të playmakerit Wendell Green, cili ka dhe një gjuajtje të lirë. Bashiqi nuk e kemi parë kur kështu nervoz. Wendell Green e huq, mirë po Lejson Zeqiri lufton, si do qoftë Lekëndreja e përmirëson e vjedh këtë top Tarrant. 3 pike përsi, Clark i vetmuar atje Lekëndrejaj, mirë po në momentin kur Clark futet në brendi, futet edhe Lekëndrejaj, tani nuk po ka ide në sulmin e Prishtinasve, s'ka sulm të organizuar mirë Tarrant për Clarkun, mirë po disi e përbirojnë atje dhe gëzohet atje Mahal Bashiqi. 35 me 36. Sa bukur atje për mrekulli pandalshëm është Wendell Green në këto qaste, pasi unë dal pak Max Smithi në skendoli. Wendell Green i pika ti e 7 për 35 me 38. Janjeva me tentim për 3 pikë dhe barazon rezultatin në 38 me 38. Dhe kjo është treshja e tretë e Prishtinasve. Në anën tjetër, qëlloni kush? Normal, Wendell Green për 38 me 40. Dal nga dal. Po futemi në 90 sekundat e fundit të këtij dueli. Janjeva për Clarkun. Hapët atje me njerë pas blokut Janjeva dhe treshja e dytë rësht e Muhamed Ali Janjevës, 6 pikë ekspreset të ti. Dum Janjeva, edhe njëherë Clark ja pason, si thoi në basketbol, masi po të shkon, i asiston, nuk janë dalë dorën. Dhe Muhamed Ali Janjeva me 2 treshet të një pas njëshme, e rikthene përsin e Sigal Prishtinës, të cilin e humbi në fillim në minutin e 11. Pas asaj serie prej 5-0 të Bashkimit, e cilin doli në e përsi prej 3 pikëve, 21 me 18, një e përsi konstante të cilin e mbajti Bashkimi, cili saher që largojë në 3 pikë, ishte ose Mahal Bashiqi në të shumtën e rasteve, pra Mahal Bashiqi, ai i cili apo edhe Ricky Tarrant, ata të cilët realizonin dhe afron rezultatin në 1 pikë. Mirë po ja tani, pas rezultatit prej 35 me 38, e patëm një seri të tresheve të Muhamed Ali Janjevës.
Ishte Wendell Greena I cili me 2 deportime e mbajti në loj bashkimin. 9 pikë të Wendell Greenit, 15 ka Max Smith. Mirë po Muhamed Ali Janjeva me 2 treshet të ti eksprese dhe këto 6 pikë që I realizoi, ja riktheu bardhe kaltërve përsin në fund të qerekut të dytë, pjesës parë si doni. Nuk gjuan për 3 pikë, mbrojtje e mirë atje Prishtinasve Janjevës dhe Davisit. E kërkon topin atje Janjeva me tentimin për treshën e tretë rresht, nuk e qëllon Altin Morina, ndalet në mënyrë të palejuar. A ishte Davis, apo jo, Lekëndreja ishte ai cili shkaktoi personale. A e shtyr atje nga prapa në tentim për t'ja vjedh topin Altinit, kapitenit Altin Morinës, I cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira të 2 skuadrat, kam plotësuar bonusin tashmë. 52 sekonda deri në fund. Wendell Green ullët për të pushuar. Tandemi Max Smith dhe Wendell Green kanë realizuar 24 nga 40 pikët e bashkimit. Herën e parë është I pasakt kapiteni Altin Morina. Ka një efikasitet për 73% nga vija gjuajtjeve të lira, sonte nuk e qëllon asnjë, më I larti në kërcim Lekëndrejaj. Davis dhe Bunjaku. Janjeva I bën blok dhe tërhiqet në pozitën atë 45 shkallë. Në anën e djathtë e pret pasimin, po kush me e ngrit kokën atje. Zakor lufton në tabel, lufton dhe realizon për 43 me 14, edhe pse me të vërtet ishte I vetmuar atje Muhamed Ali Janjeva përsëri në pozitën 45 shkallë, por kësaj here anash, majtas. Tarrant largohet, Shoshaj kuadrohet në loj. Joshën Zakor, kosh faul, një gjuajtje e lirë për Zakorin, I cili realizon për 4 pike përsi, sa kanë betur edhe 26 sekonda loj. Bunjaku, Shoshaj është pranti, I bën pressing, pa faul thonë, nga banka e Prishtinës. Smith, I vetmuar Max Smith, nuk shënon Lekëndrejaj për Joshën Zakorin, I cili për mrekulli asiston atje e mashtron Max Smithin, edhe pjesa e parë mbyllet me 6 pike përsi, që ishte përsia maksimale të cilin e pati Prishtina në fund të qerekut të parë, 17 me 11. 46 me 14, një seri e suksesshme të cilën e nisi Muhamed Ali Janjeva në tretë startuese. Mirë po, do të vazhdon të betejë me bashkimin për vendin e parë, me të vërtet shumë matematika. Ja, këtu Mahal Bashiqi aty që u ankua për atë lëndimin parës edhe pati të drejtë. Me vërtet një lëndim jo I lehtë, po e tregon edhe referit Gjekovicit. Megjithatë, loja vazhdon 46 me 40, po edhe mos harroj të them se në 2 ndeshjet të cilat I ka fitu bashkimi, kishte shënuar 23 pikë më tepër se Prishtina, 6 më shumë, pra bashkimi ka përparësi prej 17 pikëve në raport direkt me Sigal Prishtinën, përveç që ka një fitore më shumë. Smith për Lejson Zeqirin, me të parën atje Lanson bombardon dhe rezultati në 46 me 43 e afron. Është pika e 5 e Lejsonit, në treshja e parë e tij, e treta e vërteta pas 2 huqeve, të tretën e realizon. Donte Clark depërton në brendin, nuk realizon. Mahal Bashiqi luajti I fundit atje me top, vendimi drejti referi Gjekovic.
përkrahje e plisave, të cilë kanë ardhur jo në numër edhe shumë të madh, mirë, po të mjaftueshëm për të përkrah dhe për t'i dhënë zemër djelmoshave. Smith, tani Clark dhe Smith është dueli. Në pjesën e parë ishte Williams dhe Smith. Wendell Green atje dalet në mënyrë të palejuar nga Wisnik Rugova, do t'i ketë 3 gjuajtje të lira Wendell Green. Playmakeri i cili u ngrit nga banka rezervë dhe për vetëm 8 minuta lojë i realizoi 9 pikë. 4-4 ishte në depërtimet e tij. Nuk huqi asgjë 100%, perfekt ishte në tentimet për 2 pikë. Në gjuajtje të lira kishte Telashe, vetëm 33% e efikasitetit, 3-1. Kësaj radhe do t'i ketë 3 gjuajtje të lira dhe rastin për të barazuar rezultatin. Herën e parë është efikas, 46 me 44. Një sekund loj, është po e shofim në përbërje Gjevoj McKinnisin, mirë po, gjithsesi se ai nuk do të luan herën e dytë kuq. Wendell Green betet 46 me 44, pra Gjevoj McKinnis edhe pse është në përbërje nuk luan sonte, në anën tjetër, me dojë mos duhet thënë se po vrehet mungesa e Jon Ismaili të ri, ai intensiteti i lojës, qoftë në mbrojtje apo dhe në sulm, shpejtësinë dhe agilitetin të cilin e sjell Jon Ismaili, Bardhi Strefi vazhdon të jetë i lënduar. Mahal Bashic atje me këmbë luan Smith. Apo jo, vetëm e godet topin, nuk pas ka qenë këmba, nuk kthehet koha në 14. Mahal Bashic, Martin Morina, faul, presioni madh i bëhet Rashid Mahal Bashicit. Një gjë të cilën me të vërtet nuk po e kuptoj sonte është se si edhe Albert Sulejmani nuk po e shfrytëzon faktin se po mungon McKinnis dhe po e sulmon qendrën me Zakorin dhe Mahal Bashicin. Mbrojtje mirë Zeqirit, ta e paci si shkoj Lejsoni atje, e ndihmoj dhe u kthy mrapa, mirë po punën e vet nuk e kreu Wendell Green. Me të vërtet Wendell Greeni është ajo hallka e dopt në mbrojtjen e bashkimit, e nëse don me sulmu dhe me depërtu, vetëm kërkoi Wendell Greenin dhe nuk ki problem. Lejsoni për mrekulli e kreu punën e tij, i ndihmoi, u tërhoq mbrapa, mirë po ajo vrima në djathin zvicrën të mbrojtjes së bashkimit është pikërisht ky djalosh i cili e ka topin, në sulm po kontribon, tash i ka 11 pikë, mirë po në mbrojtje kontributi i tij është 0. Zeqiri, bukur atje i shmangët Rugovës, tenton, nuk realizon, betet 49 me 45. Edhe njëherë depërton deri në fund dhe rikthen e përsin maksimale prej 6 pikëve. Green dalet në mënyrë të paliuar nga Janjeva. 6 pikë e 3 kërcime i ka Janjeva. Ato 2 treshet e tij eksprese, kur nga 35 me 38 e riktheu rezultatin nga -3 në +3. Për 30 sekonda, dum Janjeva, sa bukur Green për Kopsin i cili e shes Smithin, e natyrisht prej aeroplanit u pase edhe ky tentim për 3 piki Max Smithit do të shkon të veni i jashtëzakonshëm. 4 treshe nga 6 tentime, 18 pikë të Smithit. I pandalshëm Janjeva në tentimin për treshen e tij të tretë nuk realizon, mirë po bukur atje e kthen topin jashtë me një pasim prapa shpinës. Tarrant e kërkon Mahal Bashicin, i cili ndalet në mënyrë të palejuar. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për veteranin Rashid Mahal Bashic.
Malbashiqi, thash lojtari I cili ka luajtur në Euroleague për Fenerbahçen, kampion e Evropës, pastaj para 3 edicioneve në Monaco për gigantin francez në Euroleague. Në Kosovë erdhi nga Meksiko, 52 me 48. Pika e 11 e Malbashiqit. Duhet të përsëritet gjuajtja e lirë pasi që Zeqiri dhe Green u futën në zonë më herët, Zeqiri në fakt. Herën e dytë përmirëson. 12 pik, 3 kërcime dhe 2 asistime nga Rashid Malbashiqi, momentalisht lojtari kryesori I Prishtinës, Tarant me 15. Kops, sa bukur atje, për mrekulli shmangët Lejson Zeqiri e mashtron e ngrit në hava Malbashicin I cili po vret se dal nga dal po lodhet. Nuk e ka moshën ai për me luj 45-40 minuta, pavarësisht se mund të jetë, sa bukur edhe Janjeva, deporton atje, përbirohet dhe realizon për 55 me 50. Kops, bukur, Altini e pa Smithin, topi shpejt lëviz, tentim për 3 pik, Wendell Green e afron 2, pas kësaj treshe, 55 me 53, Tek Andrej do të inkuadrohet në loj. Tarant, bitë gjithë, por s'ka problem edhe nëse uq, sepse aty në vend është Rashid Malbashiqi, pika 14 dhe kërcimi 4. Tenton atje Wendell Green me 3 pik. Donte Clark. Rashid Malbashiqi atje. Njëherë Riki Tarant ishte afër Donte Clarkut dhe kapi e shtyu, duke thënë mos fol. Pastaj vazhdoi Donte Clarku me protestat e tij. Rashid Malbashiqi e kapi atë e afroi. Mirë po nga Dhim Shabani, herën e parë ja fali, herën e dytë jo, e pati të drejtë. 57 me 53. Nuk e ekzekuton si duhet të gjuajtjen e lirë. Max Smith betët me ato 18 pikët e tij, 4 treshe prej tyre. I hatashëm është Max Smith sonte, 18 pikë. 4 kërcime, 3 asistime. Ja, kjo është hera parë kur ja falja atje Tarant kur e shtyu. Green bukur deporton derën në fund, përbirohet dhe realizon Wendell Green 16 pikë, dal nga dal po I afrohet Max Smithit I cili ka 18. 2 pikë të reja të Greenit, për vetëm 2 pikë e përsi të Prishtinës. Bukur atje mirë, po fantastik sonte është Lejson Zeqiri. E përmirëson anën tjetër Kopsi, 57 me 57, barazot rezultati një seri e shpejt prej 7 me 2. Mirë, po ajo që sonte po e karakterison Lejsonin është loja e mirë në mbrojtje. Edhe po ndihmon, edhe po blokon. E mire Altin Morinës. Shpejt lëviz topi në sekundën e funit. Tek Andrej, kundër sulmi shpejt, Green. Rolling I tij atje e komplikon. Edhe njëherë, kërkoj këtu personale Wendell Green, e komplikoj shumë atje, e pati të vetmuar. Anash nuk e pa Zeqirin I cili e përcolli, ishte vetjak Wendell Green. Më shumë mendoj për pikët e tij se sa për të asistu dhe ekipi I tij për të shënu. Profesionale në këto qaste, bukur atje Davis, mirë po dhe më mirë e mbyllin kundër sulmi shpejt Altin Morina. Kjo shpëton këtë top.
Green për Zeqiri. Shpejt lëviz topi, shumë shpejt e lëvizën topin lojtarët e Bashkimit, ishte i vetmuar Smith. Mirë po kësaj here i pasak nga tentimi i tij për 3 pikë. Çdo gjë e niveluar 57 me 57. Në anën tjetër Qapea 67 me 59, 8 pike përsia më lartë deri tash e Trepçës në Karagaq. Folli Wendell Greenit nga prapa, 2 gjuajtje të lira do të jenë. I menduar atje, legjenda e klubit basketbollistik Bashkimi Artan Kurti, aktualisht kryetari i Federatës Basketbollit. Në vijnë e gjuajtjeve të lira, Jordan Davis. Herën e parë i pasakt. Peter Davis me ato 5 pikë dhe 4 kërcimet e tij. Pika e tij e 6. Një gjuajtje e lirë e qëlluar për 1 pikë përsi. Ka mbetur edhe 3.56 deri në fund çereku tret. Williams është kthyer në lojë. Në të vërtetë i hatashën, një kohë të gjatë e mbajti trajneri Jankovic në bank. Cops për Greenin, i cili kërkon atje kontaktin me Davisin dhe realizon pikën e tij të 18, barazohet me pikë me Smithin. Nga 18 secili. 36 nga 59 pikët e Bashkimit, tandemi Smith dhe Green. Ja, këto janë ato 2 pikët e Greenit, ndërsa Lesoni shkaktoi faullin e tij të dytë. Pak më herët. Me të vërtet duhet theksojmë lojën e jashtëzakonshme të Lejson Zeqirit sonte në mbrojtje. Ai dhe Altini Morina po mundohen, edhe Valion Bunjaku kur po hyn në lojë. Lojtarët vendos shumë më të mirë në mbrojtje se sa të huajt e Bashkimit. Barazohet rezultatin 59 me 59, është kjo hera e 11 sonte që barazohet rezultati. Çfarë fluturimi kozmik basketbollistik i Eric Copsit. Një diagonale Eric Cops. Për mrekulli për 59 me 61. Malbashiqi për Zakorin, i cili përgjigjet, asistimi mba Malbashiqit kur nuk mundet vet. Asiston dhe në Zakor shënën. Është kjo asistimi i treti i Malbashiqit, tentimi Zeqirit. Ndërsa kërcimi në Zakorit, Ricky Tarrant do të kthehet në lojë. Ndërpreng të pasim Dirk Williams, bukur e pa atje. Janjeva. Dhe Shoshaj do të largohen nga lojë. Malbashiqi dhe Shoshaj largohen. Tarrant dhe Janjeva në lojë. Një pasrë interesante tani Sulejmani. 3 bombardues për 3 pikë. Davis, deporton për mrekulli, bën slalom dhe në fund shënon. Erik kthen e përsin prej 2 pikëve në 63 me 61. Zakor, shikoni ku ka dalë atje me ndihmu Dirk Williams, topi hyn e del. Bunjaku tetoj t'ja vjell Lekëndrejt, i vëmendshëm është atje Lekëndrej. Sa bukur, aj, faul është kënë ndaj Lekëndrejt i Falmi. Ndaj Davisit, i Valion Bunjakut. Aksion fenomenal. Tarrant për Lekëndrejn, gaboj atje në Zakor. Ndërsa kërcimin në sulm të përmirësuar nga Jordan Davis. E pengoj me faul Bunjaku. 2 gjuajtje të lira do t'i ketë përsëri Jordan Davis.
4-2. 5-2. E ka kokën atje Albert Sulejmani, 3 gjuajtje të lira të huqura të Jordan Davisit, 6 në total të Prishtinës, nga 19 tentime, 13 gjuajtje të lira të realizuara dhe 20 me 13. Një ekzekutim i dopt i gjuajtjeve të lira. Bukur Bunjaku atje për Kopsin, i cili me lëvizje mashtruese barazon rezultatin, 63 me 63, kosh për kosh, kcim për kcim, asistim për asistim, betej e jashtëzakonshme midis dy rivalëve klasik, Sigal Prishtinës dhe Bashkimit. Në anën tjetër, Trepqa është shkëputur në rezultat në Karagaq, 70 me 59 aktualisht. Malbashiqi do të inkuadrohet në lojë. Por fillimisht do të kemi time-out. Time-out i kërkuar nga Albert Sulejmani. 63 me 65. Edhe njëherë për mrekulli Smith për Lejson Zeqirin, të treshën e ti. Është Lejsoni sonti ka 7 pik, 2 kërcime, 2 asistime dhe 2 topa të vjedhur, por puna të cilën po e kryen në mbrojtje, ajo puna e vështirë, si themi në zhargonin e basketbollit, ajo puna e ndyer, e cila nuk shihet në statistika, blokat, mbyllja, ajo ndihma të cilën një 5-6 herë sonte e bëri duke dalë jashtë avis treshit për ta ndihmuar mbrojtjen dhe është thyer mrapa, duke ndihmuar lojtarët e qendrës, po dhe lojtarët fundor. Ja, këto janë ato pikët e Lejson Zeqirit parës me atë lëvizjen mashtruese ndaj Malbashiqit, ndërsa dy lojtarët më efikas të Bashkimi, me nga 18 pik janë Smith dhe Green, 36 nga 65 pikët e Bashkimit, 12 pikë ka realizuar Kops, i cili ka dhe 6 kërcime të asistime. Në anën tjetër të Sigal Prishtina me 15 pikë, Taran dhe Malbashiqi me 14 pikë dhe 2/4 të asistimeve dhe kërcimeve. Lider të skuadrës Lek Andrejaj për rekulli, por e komplikon atje Davisi, në vend se të shkon dhe talshon topin leh, ai e komplikon me një piruet edhe e knaq krejt. Wendell Green për mrekulli. Opala, e qoj pazar për Speca. Duelin e 2 11-shëve e fiton Wendell Green për 63 me 67. I hatashëm, dhe tani Green është efikasi në parket me 20 pikë. Tërë total nga Eric Kops. E tani kemi një fazë ku po dominon Bashkimi. Green pikër, sa bukur në brendi. Lejson Zeqiri për Greenin, i cili tërhiqet për treshe e huq. Bunjaku me kërcim në sulm, edhe 13 sekunda për këte. Green kërkon Bunjakun. Tenton edhe realizon, edhe pse pati atje. Shikoni se me çfarë entuziazmi i gëzohet, dhe tani minusin më të lartë prej 6 pikëve nga fillimi i këtij çereku, 46 me 40, e shndron në +6, 63 me 69, pas një eksplodimi dhe shpërthimi, si të doni, Wendell Greeni. 22 pikë të Wendell Greenit, i cili u ngrit nga banka rezerv. Fakt 24, më falni, 24 pikë të tij. Dhe adhurues të basketbollit, këto moti nuk e kemi pa. Wendell Green është perfekt, është 100%. Parët më efikas, Wendell Green me 24 pikë dhe Ricky Tarrant me 15 të Sigal Prishtina, figurat kryesore të skuadrave të tyre në çerekun final të këtij derbi vendimtar. Bashkimi po futet me 6 pike përsi
Në anën tjetër, në Karagach rezultati është 72-62, ndërsa ka mbetur edhe 3 minuta lojë. Tentimi Janjevës dhe me të parën atje. Jansson shëllon treshën e tij të tretë, pika e 11, lojtari i 4 me pikë 2 shifrore. Muhamed Ali Janjeva për 66 me 69. Green tenton, sa bukur lëvizje mashtruese, shpejt lëviz topi. Williams pati kohë atje, të ndreqet, ta pin një kafe, ta han një sendviç. Klaj shkaputet Jansson dhe treshën e qëllon për 66 me 72. Dueli snajperistave në fillim të çerekut të 4. Malbashic dhe Kops lufton atje Malbashici në stilin e tij, nga ana e kundërt. Përvoja e bën të vetën, e afron në 68 me 72. E kërkon sa bukur atje, e vjedh Ricky Tarrant. Thjesht top i vjedhur. Lekëndreja asiston, Tarrant shënon dhe rezultatin në 2 pike afron 70 me 72 dhe 8 minuta 25 deri në fund. Mbrojtje më agresive, Davis tani pranë Greenit, nuk ka më pozita të lehta, po s'ka problem edhe nëse nuk ka pozita të lehta. Williams e gjen dhe Jansson dhe realizon treshën e 2 tresht. Tani kësa e rallë Dum Williams. 5 pike për si. Janjeva, bukur atje në asistim të Lekëndreja të afron rezultatin. Loje bukur po zhvillohet në fillim të çerekut të 4 të adhurues basketbollit. 72 me 75. Zeqiri bukur e she atje. Hapsinën depërton dhe realizon për 72 me 77. Është kjo pika e 9 e Lejsonit. Faul nga Valon Bunjaku. Chris Rugova, kapiteni, do të inkuadrohet në lojë. Janjeva largohet. Muhamed Ali Janjeva me 3 treshet e tij në çastet shumë të rëndësishme realizon. E tani Rugova me Lejsonin do të luftojnë njëri me tjetrin, e njohin mirë, ishin bashkëlojtar para 2 edicioneve. Tarrant në thellësitë e Mahalbashici, nga ana kundërt përsëri tenton dhe realizon. Rashid Mahalbashic bëhet më efikasi te Prishtina me 18 pike afron në 3. Rezultatin edhe 7 minuta 7 sekunda deri në fund lojës. Bunjaku, mbrojtje e mire Mahalbashicit, lufte Davisit. Është goditur Pahira atje me këmbë në fytyrë. Davis duhet të largohet. Në vend të tij Donte Clark, jo shumë i disponuar për lojë sonte Donte Clark. Vetëm 2 pikë të tij, 6-1 nga loja. Pati një gjuajtje të lirë dhe e Huçi. Tarrant, lëvizje bukur mashtruese Tarrantit për Mahalbashicin, i cili ndalet në mënyrë të palejuar nga Dirk Williams. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, 100% efikas nga vija e penale. Me të vërtet Mahalbashici është sonte perfekt edhe nga loja nga vija e gjuajtjeve të lira. 4-4 nga penalet, 8-7 nga loja për 2 pikë, 18 pikë të tij. Qendra Prishtina, se cila po luan me 14-5 pikë. 8 kërcime, 4 asistime. Duket që i ram sysh. Mbetet 74 me 77.
e huq edhe gjuajtjen e 2 të lirë. Ishte kjo personalja e 4 e Williamsit. Delashe për trajnerin Jankovic tani. Ufa, sa bukur e mashtroj atje e dërgoj në publik Lekëndrejajn Eric Copes. Hoppala dhe shënon për 74 me 79. Kis Rugova tentoj të afron rezultatin me treshe. Nuk pati sukses. 6 minutat e fundit. Seqiri dhe Clark. Copes ka distanca për 2. Green lufton atje Lekëndrejaj. Luftëtari shkodron me gjithate Green është këmbën nguls. E vjedha top Depërton dalet në mënyrë të palejuar. Janjeva dhe Davis futën në loj nga loja largohen Tarrant dhe Rugova. Dhe topi humbur i Williamsit. 8 topat të humbur deri tash te Sigal Prishtina. Po edhe te Bashkimi shumë pak topa të humbur sonte. Ishin të vëmendshme skuadrat sa i përket topave të humbur. Në Karagaç, Trepça 75, Peja 66 dhe 1 minutë e 10 sekonda loje këtu. Tarrant realizon për 76 me 79. E këto dy rezultate adhurues të basketbollit paka shumë edhe e qartësojnë dilemën e 2 skuadrave të cilat do të kalojnë. Luan atje me këmbë Wendell Green, kërkon Mallbashiqi për parësi. Fitoria e Trepçës dhe Bashkimit ju siguron pra pas një drame të vërtet në fund të këtij kampionati, një pranverë të jashtëzakonshme dhe të nxehtë. Një xhiro para përfundimit të pjesë rregullt, e cila zhvillohet këtë vikend. Bashkimit dhe Trepçës do t'ju siguronte 2 top pozitat, 2 pol pozitat në play-off, që do të thotë se Bashkimi e Trepça do të shkojnë direkt në gjysmë finale duke ju shmangur rrethit të parë çerek final. Saj përket çerek finaleve, të cilat fillojnë menjëherë në mesjavë të mërkurën dhe të enjtën. Pra, qifti i parë çerek final do të jetë përballjen me skuadrave numër 3 dhe 6. Pra, ashtu si qëndrojnë punët sonte, në këtë moment do të takoheshin Sigal Prishtina dhe Vllaznimi. Dhe Golden Eagle Lylli me Pejën, ka mbetet të shihet në vikend. Ndeshjen e fundit Golden Eagle Lylli e zhvillon në Prizren kundër Proton Cable Prizrenit. Trepça e pret Borën, Bashkimi në derbin e Dugaxhinit e pret Pejën, ndërsa Vllaznimi Sigal Prishtinën. Vllaznimi i cili pas disfatës së mbrëmshme nga Golden Eagle Lylli me rezultat 86 me 63. Faktikisht edhe i ka humbur shpresat për pozitën e 4. Lekëndreja atje me Max Smithin, 3 pike përsi për Bashkimin edhe 5 minuta loj. Gabon. Atje ishte Lejson Zeqiria i cili e dëboj topin, edhe 8 sekonda për këtë sulm të Sigal Prishtinës, të shohim aksionin. E kërkon topin në postin e ult atje Mallbashiqi, lufton me Copsin. Clark depërton te Lekëndrejaj, e pason. Lekëndrejaj tenton, nuk realizon. Cops më i larti në kërcim. Smith për Copsin. Morina nuk ngutet, organizon sulmin e gjatë.
Mbrojtje zonale e Prishtinës tani. Green tenton ta thyen atë zonë, edhe 1 sekondë gjysmë e huq atje Artin Morina, s'pati çka me bo tjetër. Ishte mbrojtje në sekondën e fundit, Mahal Bashiqi për mrekulli. Aj, çka huq atje Lekën Drejaj. Mirë po e përmirëson Davis për 78 me 79. Drama në Prishtinë vazhdon. Edhe 4 minuta e 6 sekonda. Zeqiri me hap prapa në çastet kritike realizon për 71 me 81. Fitoria sonte ndaj Sigal Prishtinës i duhet si buka Bashkimit. E faul atje. Është Rashid Mahal Bashiqi, ai i cili shkaktoi faul sipas referit Arjan Thaçi. Duhet teret atje parketi kon referi Shabani. 77 me 71 është në Karagat, 6 pike përsi për Trepçën, edhe 16 sekonda deri në fund të lojës. Këtu në Prishtinë, 3 minuta 39 sekonda pa u përmbyll dueli, derbi tjetër i 4-shës së madhe. 3 pike përsi për Bashkimin. Trepçën rrugë të mbarë për të shënuar fitoren e 18 si vjet. Green dhe Davis, dueli 2-11-sheve. Green dhe Davis, Green për mrekullie mashtron edhe një herë në Pazare Çon dhe treshën e realizon. Aj, çka i bëri atje Wendell Green. Davisit tenton të përgjigjet Janjeva, e tani 78 me 84 është kjo e përsia më e thellë e Bashkimit sonte. 27 pikë të Wendell Greenit, i hatashëm, eksplodoj në thellësi, asistoj, e Eric Copes shënoi, dalet me faul, 78 me 86 dhe me këtë seri, time-out ka kërkuar Albert Sulejmani. Pas rezultatit 70 me 72, e kemi një seri fantastike të cilën e ndërmori Bashkimi. E afroi rezultatin Ricky Tarrant mirë, po serin me treshën e tij e filloi Dirk Williams, e më pas edhe Lejson Zeqiri dhe Eric Copes, sidomos pra tandemi Lejson Zeqiri dhe Eric Copes i ndihmuan nga treshet e Wendell Greenit, e ngritën rezultatin në maksimumin prej 8 pikëve sonte për Bashkimin, 78 me 86. Ati 2 pikë të bukur dhe deportimit të Davisit në fakt. 4 minuta e 13 sekonda para se të përmbyllej ndeshja. Rezultati ishte 78-79. Për vetëm 1 minutë e 18 sekonda patëm një mini seri për 7-0. 2 pikë i Lejsonit, treshja e Greenit dhe tani realizimi i Eric Copesit në asistim të Wendell Greenit. Do të ketë Copes edhe një quajtje të lirë pas faulit të Jordan Davisit. Realizon Copes. Pika e 17 e Copesit. 18 ka Smith, i cili unë dalë e kreu punën e ti në fillim kur skuadra kishte telashe me shënime.
distanca, ndërkohë shpërtheu pikrish ky djalosh i cili e ka topin, edhe pse në mbrojtje me të vërtet kontributi i tij është pothuaja jo signifikant. 0, megjithatë në sulm është i pandalshëm. 27 pikë të tij. Kësaj radhe i vjen shpirti te Huna Davisit dhe e blokon si me magnet, por në anën tjetër edhe Smith ja vjedh topin ik në kundërsulm. E ka shkelur vin atje Wendell Green. Mbrojtje e mirë e Bashkimit, por gaboj Wendell Green duke shkelur vin. Mbetet me ato 27 pikë të tij. 2 minutat e fundit. Edhe një mbrojtje e mirë e Lejson Zeqirit. Gabim në hapa nga Mahal Bashishi. Shifrat e kthyer mrap 7-8-8-7. 9 pike përsi është e përsia më e lartë të cilën e ka realizu Bashkimi. Faulli Rashid Mahal Bashishit. Është kjo personalja e tretë e tij. Davis largohet nga loja. Në loj rikthehet Clark. E pyet Wendell Green trajnerin Jankovic se çka duhet të luaj, gabon atje Eric Copes. Proteston atje e ka prekur topin, megjithatë 4 drejt referi Gjekovic se kështu thon rregullat, s'ka përparësi në basketbol, duhet të ndalet loja. Drejt e ton atje, por blokohet nga Copes. Smith për mrekulli, depërton, dalet në mënyrë të palijuar nga Muhamed Ali Janjeva. Me të vërtet një shpërthim fantastik i Bashkimit në fund të duelit. Sidomos Lejson Zeqiri dhe Eric Copes, natyrisht ndihmuar edhe nga Wendell Green me ato treshet e tij. Wendell Green i cili shpërtheu në pjesën e dytë duke realizuar 20 nga 27 pikët e tij në pjesën e dytë. I hatashëm Wendell Green. Max Smith realizon për 88 me 78, është kjo e përsia më e lartë, ndërsa ka mbetur edhe 1 minutë e 21 sekonda loj në këtë derbi. Kurse ndeshja në Karagach ka përfunduar, është përmbyllur me fitoren e Trepçës me rezultat 73 me 78. Është kjo fitoria e 18 e Mitrovicasve, të cilët momentalisht tash për tash janë barazuar me Bashkimin i cili ka 18 fitore, 8 humbje. Mirë po, në këto 81 sekondat e mbetura, Bashkimi është në rrugë të mirë për të realizuar edhe fitoren e 19 dhe në mas të madhe pozitën e liderit. Vetët edhe qiroja e funit, ku Bashkimi e pret Beja në Karagach. Ndërsa Trepça Borën, Sigal Prishtina udhton te vllazimi, mirë po kjo ndeshje mes të vllazimit dhe Sigal Prishtinës faktikisht më nuk ka kur rëndësie, sepse në mas të madhe vllazimi do të jetë i 6-ti edhe Sigal Prishtina e 3-ta. E tëra që mbetet për të luftuar tani është mes të Golden Eagle Lullit dhe Pejës, skuadra të cilat po luftojnë për përparësinë e fushës vendore.
pozitën 4. Opa, edhe një top i vjedhur, çmendet atje Albert Sulemani, s'ka faj. Dante Clark topin drejt dhe në duar të drejtorëve të Bashkimit dhe këtu çdo gjë ka përfunduar adhurues të basketbollit. Në pyetje është vetëm me sa diferencë do të fitoj Bashkimi, i cili kështu i realizon edhe fitoren 19 dhe pas një betejë të madhe, një krize në rezultat, megjithatë arriti që të ruan pozitën e parë dhe në mas të madhe do ta ketë top pozitën për play-off. Faul atje ndaj Dante Clarkut, do të jenë 2 gjuajtje të lira. Sikur se thash të mërkurën, qifti i parë çerek final, pozita e tretë me pozitën e 6 dhe të njëjtën do të luan qifti i dytë çerek final, pozita 4-5. Ndeshjet të cilat zhvillohen të mërkureve, ndeshjet e kthimit do të luhen të shtunave. Dhe ato të njëjtës të dielën, do të shkojnë me sistem mërkure shtune dhe njëjtë diele. Pra, në mas të madhe ndeshjen e parë çerek finale Sigal Prishtina do të zhvillon me vllaznimin të mërkurën e ardhshme. Edhe një duel, pra po thuaja gjatë 2 jave, 3 herë do të ndeshen vllaznimi dhe Sigal Prishtina. Tentim për 3 piki Wendell Greenit, dal nga dal, pra janë sekundat e fundit. Tarrant për Daniel Lekëndrej, tentim për 3 pik, nuk ka shënim. Altin Morina. Dhe ndeshja përmbyllet me rezultat 80-88. Adhurues të basketbollit, shumë shpejt do të jemi edhe me intervistat e trajnerëve.